Zëvendës ministri i Brendshëm Zemri Qamili vazhdon të mos prononcohet lidhur me kërkesën e policit nga Kumanova Afrim Sulejmani, i cili pas lirimit nga të gjitha akuzat për pjesëmarrje në logjistikën e grupit të armatosur në lagjen e Trimave, për të kthyer në vendin e tij të punës. I kontaktuar nga Alsatm, Qamili tha se nuk mund të prononcohet për çdo parregullsi dhe për çdo kërkesë të punonjësve. Ai thjesht njoftoi se kërkesa e Afrim Sulejmanit është në procedurë dhe se pas shqyrtimit nga organet e MPB-s do të merret vendimi. Ditë më parë, policia Afrim Sulejmani kërkoi nga Ministria e Brendshme qasje më serioze ndaj kërkesës së tij. Mbrojtësi ka lëshu kërkesë deri te Ministria e Punëve të Brendshme për kthimin tim në punë, mirëpo akoma nuk kemi përgjigje. Edhe pse pavësimi ndoli dhe besoj që do kem një përgjigje pozitive nga ana e Ministrisë Punëve të Brendshme. Besoj se po zërritet pak për arsye se jam i pafajshëm këtë citat dhe duhet me automatizëm të më kthejnë patjetër në punë. Në kërkesën e parashtruar, Qamili është njoftuar me të drejtën ligjore të policit për të kthyer në punë, pasi sipas ligjit personi autorizuar humb vendin e punës vetëm nëse brenda periudhës 6 mujore, nuk paraqitet në punë dhe nuk shpjegon arsyet. Në këtë rast, Sulejmani ka qenë i arrestuar, ndërsa në punë ka munguar më pak se periudha e përcaktuar me ligj. Afrim Sulejmani u lirua më 19 tetor në mungesë të provave, ndërsa ishte akuzuar për pjesëmarrje në logjistikën e grupit të armatosur.